hallat, dush pa tjetër. Tash me hallën s'munde, hall kadal. Me ndihmën e ertit, me ndihmën e burrit, fillova. 2-3 hapa t'i bëj. Nesër më 6 hapa. Atëre ma dha një Zoti, një fuqi, një binduri që duna do të luftoj. Se fëmijëve i premtova që mami do të ketë shërim. Ashtu zgati 3 muaj. Mas 3 muaje fillona të stabilizohen, fillon drenazhat. Çdo javë të më tërheqin prej trupit. Kur u bon 6 muaj, u lirova prej spitalit. Brenda 6 muaje, as buk, ushqim s'kam pas, kur qa, vetëm, me lagshin bust, me pikat ujit, kam qenë. Mas 6 muaje, doktori filloi të pi një gotë ujë, të marri ushqime të lakshta. Mandej më lirun prej spitalit. Kur i lirova prej spitalit, i pata pra 47 kg. 27 kg keni peshuar. 27 kg i pata. Kur u lirova prej erdhën, vllazërit kishin premtu që motra jem, po gjatë unë që kam qëndru në spital, motra jeme është maj madhe, lumnia. Ajo 6 muaj s'kan dalë jashtë shtëpis. As në obor, as në balkon. Pse? Thoj ke motra jem është 10 vjetë ma e vogël, ajo është në për spitale, e unë të dali, ajo jashtë të dhomës vetë s'ka dali. E ka përjetu rënd? Shumë të rënd, familjar kam përjetu shumë ma rënd se unë. Po me gjithat familja, fëmijët, asnjëherë nuk e kanë shpreh atë mërzin cilën po e përjetojnë për brenda, gjithmonë të kanë jep, domethënë vullnet, kurajo, për me vazhdo më tutje. Po njëkohësisht edhe ti shumë e fortë, se asnjëherë nuk je dorëzue, pavarësisht një operacionit shumë gjatë, 18 orësh, ti nuk je dorëzue asnjëherë, të paktën sa e diune nuk ja ke thonë asnjë fjalë që u dorëzova. Jo. E pata bindje, edhe pata durimin që duna me qenë, isha non. Duhet të jem i fort, ndaj fëmijëve, ndaj nipeve, që dua të jem në xhirin e tyre. Edhe i falenderoj Zotit, mjekimet edhe familjarët, e sot erdhen këtë ditë. Po që sa kohë është kry ky intervenim? Intervenimi është kryer para 4 vjetë, se 6 muaj në spital, mas 6 muaj erdhen në Kosovë, u ktheva, mandej fillun 8 muaj kemoterapi. Kemoterapin e kam kry prapë njëjtën vetë në Trakja Universiteti, në Dërne. Atje kam pas për çdo javë kemoterapi. Ke qëndru atje apo ke udhëtu? Atje kam qëndru se kam qenë shumë i ligsht. Kemoterapia, unë i pata edhe flokët shumë të gjata. I shkurtova në Kosovë, i disha që kemoterapi bin flokët. Po mu nuk më ranë. Nuk tron fare? Se ma herët 6 muaj më kanë ushqy në spital, që kam qenë i përgatitur për me marrë kemoterapi. Edhe kemoterapia ka qenë shumë i fortë. Po edhe isha në bindje që nëse mbin flokë, do të gjesin një shami edhe të të shpoj vesht e mia, që rini s'ka mujt me bo,
do dalja ashtu pa flok. Isha i bindur që vetëm të jem pranë fëmijëve të mi, pranë nipave mi. Po me që thatë nuk të kanë ra flokët edhe e ke kalu këtë sfidë, Lule, ku e ke gjetë gjithë këtë motiv? Një smundje e rrallë, një operacion shumë i gjatë, ku e ke gjetë gjithë këtë forcë që ja ke dalë gjithë kësaj smundje edhe sot e 4 vite, ti je shembull dhe motiv për gjitha gratë të cilat janë të prekur me kancer. Kjo motivin edhe forcinë e kam pas prej rinisë, prej fëmërisë. Ashtu jam rritin me një familje. Që ka një plot dashuri. Dashuri e tej, edhe forcën e kam pas. Edhe u bona nën gjyshe, kam një që çdo gjë që ndodh, mbrapa mos të mendojmë veç përpara. Edhe ashtu vazhdoj jeta. Se njeriu i shnosh duhet gjithmonë përpara të mendoj. Çfarë do sfidë që më ka ra, veç përpara. E kuptoj, na tregoni ndonjë moment të vështirë gjatë trajtimit të smundjes, ndonjë moment shumë të vështirë që akoma ndoshta me raste të caktuara e kujtoni dhe e përjetoni shumë vështirë. Shumë vështira, mas një muaje fillon drenazha të dalin jashtë trupit. Vishin të kepshin për zgjolle. Mos ma ndëqejnë zonin e gepsha kojën ose gishtin, se isha jabanxhi. 2-3 herë më ka ndodhur kjo, po buri i tregoj mjekut, se për zgjalli janë duke kep. Mjeku i bërtiti, edhe propozoi një mjek tjetër. Ti do të mirësh me Luljetën të eci. Kanë qenë momentet më të vështira qëtë. Mandi është kemoterapia. Njeriu pe haron operacionin aq të vështirë që e ki, kemoterapia është shumë më e vështirë. Se përjetove të? Edhe kemoterapin 3 muaj i pata shumë vështirë. Mas 3 muaje, me lejën e doktorëve, mjekëve të mirë, edhe pa lejën e mjekut, një gotë ujë nuk kam pi. Shkam ka preferu mjeku, ato ne kam bo. Edhe fillova të forsona, të marri pesh. Unë i pata 8 muaj kemoterapi, po vetëm 6 muaj i mora kemoterapi. 2 muaj doktori s'pat nevoj. Do të thotë si ke nejtë vetës gati shumë? Gati shumë. Vetës, familja më ka nejtë shumë gati, ushqimi ka qenë me kohë, e pata sukses.